Ekipet të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave dhe të Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, prej sote deri të shtunën do të mbajnë ditë të hapura në disa qytete në gjithë shtetin, duke filluar nga Gostivari. Gjatë ditëve të hapura, bujqit do të kenë mundësi që të informohen me volitshmëri që i ofrojnë programet për mbështetje financiare të bujqësisë dhe të japin propozimit e tyre për zgjidhjen e problemeve me të cilat ata ballafaqohen. Ekipet të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave dhe të Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, prej sot e deri të shtunën, do të mbajnë ditë të hapura në disa qytete në gjithë shtetin. Takime me bujqit janë planifikuar në këto vende: Gostivar, Tetov, Mogil, Novaç, Manastir, Bogdanc, Demirhisar, Strug, Sveti Nikol, Koçan, Strumic, Gjevgjeli, Viniq, Probishtip, Dojran, Ohër, Resnje, Kërçov, Shtip, Kratov, Kavadar, Veles, Negotin dhe Vladanov. Gjatë këtyre ditëve të hapura, bujqit do të kenë mundësi që të informohen me volitshmërinë që i ofron programet për mbështetje financiare të bujqësisë dhe të japin propozimet e tyre për zgjedhje të problemeve me të cilat të ballafaqohen ata. Ekipet nga Ministria e Bujqësisë do t'i prezantojnë edhe mundësitë e programit IPART. Sipas kompetentëve, në ditët e hapura ngrihet niveli i informimit të bujqëve rreth mundësive të këtyre programeve, ndërsa nga ana tjetër, institucionet kanë rastin t'i dëgjojnë problemet me të cilat ballafaqohen bujqit gjatë shfrytëzimit të mjeteve nga programet.